pa dashur të bëj avokaten e djallit. Një prej më përpara ishte moza ajo që ju kthye Zhaku, duke thënë që nëse bashkohem unë me Ilirin të kthehemi ty, e di çat punojmë, e di ku të çojmë. Pra është e njëjta mënyrë komunikimi, kështu që nëse duam të jemi të drejtë dhe nëse kërkojmë nga tjetri të mos ketë të formë komunikimi kundrejt nesh, duhet dhe ne të mos kërcënojmë apo aq më pak të bëjmë thirrje kolektive për t'ju kundërvënë, sepse Shiko, me thënë të drejtën, është hera e parë që mua Angel nuk më pëlqen fare të kjo pjesë arsyetimi që bën. Pse? Tashi, kur ja ka thënë moza kësaj Zhakut, këtë pjesë, të gjithë kanë qeshur dhe të gjithë kanë bërë ha hi. Mu me erdina se e nisi pak ai qypi atyja, ai lyfi, Ermali, e nisi pak ta thoshte aty, po mbase ka frikë se është midis dy grave e kapim shpulla ata, midis tre grave fare. Edhe thotë më mi ta mbyll, po thuaj qyq, thuaj se zret njeri, thuaj se jemi ne dhe që e rësytojmë, i shikojmë qik më shumë, se e shikojmë 24-24, mbase Angel nuk e shikon shumë këtë pjesë, por që ta ka muhabetin. Varet nga rrethanat, varet nga mënyrat, varet nga tonacioni, varet nga situata që ja thua ti të fjalë. Për shembull, kur i tha moza këta qeshi, ajo, Zhaku, qeshën të gjithë aty ha-ha-hi, edhe Iliri qeshi ha-ha-hi, jo i tha Iliri, se tregoja ti moza se funde fare ajo është fancia jote, ka ardhur për të mbështetur ty të mbrojë ty nga ne. Ka qenë një diskutim që e kanë bërë këta, kur e ka thënë moza këtë pjesë. Por, e thënë kjo live, edhe thënë që po, nuk kërkoj falje, nuk kërkoj ndjesë, thënë me gjithë bindjen e plot, që ta tregoj unë qefin ty, ajo bie pak keq, bie pak ndesh, se dhe situata që ishte aty ishte në debat, në replik e sipër. Njëra kishte argument, tjetra kishte kundërargument, kishte njëra një opinion, një replik e gjitha, edhe pastaj u akumulua gjithë kjo, doli në konkluzion ajo lloj situate dhe ajo lloj fjali që tha Zhaku. Kështu që gjëja tjetër që mua ma shpifi fare Arbana tha që ok Zhaku ti kërkon ndjesë, unë dhe publiku ta pranojmë për shembull. Por duhet t'i kërkosh dhe atyre aty brenda. Bana ti pranoje për vete zemra. Ajo lloj gjuhë aty, nëse ju e pranoni, është format tjetër e i bana, se çu ke thënë ti. Nëse ju e pranoni vetë aty, qofshit juve, se ti herë do shikojmë çfarë masa do marrë Agaj, e pastaj thet pranojmë falje. Kështu që Angel më vjen shumë keq, po ama këtë radhë ma prishi që këtë rrezinë e qefit, me thënë drejtë, se asnjëherë s'kam dalë ta kundër të jap një argument kundrejt opinionit që ka dhënë Angel në këto 2 muaj ferm, ama sot ja futi pak pordës kot. I paralelizoi 2 situata që ishin si dita me natën. Në një situatë ku thuhen këto lloj batutash që qeshet, po në një situatë tjetër kur thuhet kjo lloj gjëje që është shumë serioze dhe thuhet në një situatë ku është debati në kulm dhe po i ditë flaka lart. Kështu që Angel ja ke fut pak pordës kot me thënë drejt në zemër, po gjithsesi për veten e ke.